Përshëndetje miq të dashur. Do të flasim pak për ngjarjen e fundit që ka ndodhur të famshme kudo tani për udhëtimet në hapësirë. Unë nuk mendoj se Origin Blue ka udhëtuar në hapësirë. Është një mashtrim i dukshëm. Katy Perry apo dhe vajzat e tjera janë mjeshtra të showbizit, të Hollywoodit dhe aktrimit, sidomos. Po i bie aq shumë roli i NASA-s sa që nevojitet që të përfaqësohet tashmë nga VIP-at që të ndiqet, sepse NASA ka rënë aq shumë, domethënë të gjitha mashtrimet e NASA-s po mësohen nga një numër shumë i madh njerëzish tashmë. Siç e pam për shembull tek dera që në fillim u hap lehtësisht dhe ai burri Qerosi bëri gjasmë sikur e hapi derën me levë pastaj, domethënë filmat e këtyre, domethënë. Dhe qëndrimi 11 minuta në hapësirë ka një domethënie në fakt. Sepse çfarë do thotë kjo? Ata që krijojnë këto gjëra dhe që i organizojnë kanë diturinë vedike, astrologjin vedike njerëz, por njerëzit që nuk e dinë këto gjëra nuk e kuptojnë, nuk i spërthejnë dot. 11 minuta qëndrimi ka një domethënie. Pse? Shtëpia 11, astrologjisë vedike, shtëpia e grupit, pra duhet ishte një grup që janë këto vajzat e njohura. 11 përfaqëson shenjën e ujorit në astrologjin vedike dhe në ujor përfaqëson ka elementin ajër, qielli. Dhe planeti Rahu që simbolizon gjithashtu ose dhe drejton Saturni drejton ujorin, por edhe Rahu është simboli i grupit të 11, pra Rahu simbolizon iluzionin, mashtrimet. Dhe Rahu dhe Saturni ndodhen në ujor dhe do të ndodhet pra shenja e 11 e astrologjisë, madje edhe shtëpia e 11 e astrologjisë. Pra shtëpia e grupit dhe ujori, shenja e ujorit. Saturni dhe ujori kanë bërë plot video për këtë. Do ndodhen pra ujori, Saturni do të ndodhet në ujor për 2 vjet e gjysmë. Pra imagjino sa mashtrime do të ndodhin, sidomos dhe pas eklipsit që kanë folur shumë, pra në 29 mars ndodhi eklipsi. Pas asaj, atëherë për 18 muaj mashtrimet e jashtëzakonshme, sidomos mbi udhëtimet në hapësirë. Ajo që do të shtoja dhe që është interesante këtu është se pse pikërisht Origin Blue, domethënë quhet Blue. Sepse siç e them, Saturni dhe Rahu janë në shenjën ujore dhe ngjyra e Saturnit, i cili është futur tashmë në ujor dhe do të qëndrojë për 2 vjet e gjysmë, ngjyra e Saturnit është ngjyra e zezë, ngjyra blu errët. Ja dhe një shpjegim tjetër për sa i përket, jo vetëm që ato janë veshur me ngjyrë blu, por edhe quhet Blue Origin. Pra shkaku pse ato janë veshur me ngjyrën blu. Dhe pra njerëz duhet keni kujdes, domethënë nëse i besoni gjithë mashtrimeve, domethënë që s'keni tru fare dhe ai është një test nga universi që nuk e diskriminim, nuk e inteligjencë, duhet punosh me veten që të dallosh shapi nga sheqeri. Është përgjegjësia e çdo njeriu për ta bërë këtë gjë tani. Dhe unë sigurisht e kam bërë dhe të ditur plot herë në televizione, në kudo, për udhëtimet dhe në hën, apo që gjas me robotat në Mars, pra janë mashtrime, nuk ka shkuar askush. Një njeri nuk mund të shkojë në hën apo në Mars. Në rregull njerëz? Pra nuk mendoj se njeriu ka shkuar në hën, njeriu s'ka shkuar dhe as ka për të shkuar as në Mars apo ku diun ndonjë planet tjetër, sepse hëna dhe Marsi nuk janë planet fizik, janë plazma. Të gjithë planetet janë plazma. Marsi është një energji prej plazme, nuk mund të shkosh as në hën as në Mars me trupin fizik apo me robotët iluzionar të NASA-s. Plazma është një gjendje e katërt e lëndës përveç të ngurtë, lëng dhe gaz. Është një gjendje e katërt. Plazma është aplikohet kur ke një fushë elektrike shumë të fuqishme është. Dhe po ta shikosh, domethënë po ta shikosh hënën ose po të shikosh dhe vetë Marsin, gjithë këto shkencëtarët gjasme,
me teleskop po ta shikosh me sy të lirë dhe afrosh, do të shikosh që ajo pulson. Është pulson, si është dritë, është energji, nuk mund të shkosh ti me trup fizik të atje. Më thënë, imagjino, kuptohet, NASA dhe këto mashtrimet janë për tokën e rumbullakët dhe e kemi bërë publike plot herë dhe kemi thënë shumë shembuj që pra toka është e sheshtë, nuk është e rumbullakët. Rregull? Për shembull dhe këto në Mars që thonë, domethënë NASA ka përdorur foto të një vendi në tokë që quhet Devon Island në 2019, 20, 2021, këtë periudhë, pra ka thënë që gjasme kemi robotët në Mars. Ndërkohë që është thjesht Devon Island është një nga ishujt më të mëdhenj të pabanuar në tokë dhe ndodhet në Arktikun kanadez. Pra domethënë pas kanë qenë në Mars, imagjino. Të ashtu quajtur udhëtimet në Mars janë falso. NASA ka xhiruar fotot e Marsit pra në Devon Island, siç ju thash, dhe i ka prezantuar ato si të marra nga rovers në Mars. Ka plot dëshmi për këtë. Ja shikoni dhe fotot. Tani, pse bëjnë gjithë këto mashtrime? Dhe do bëjnë më shumë. Do të thotë që nëse ju besoni këto gjëra dhe nuk ke një diskriminim inteligjencë natyrale, atëherë me të vërtetë jeni të lashësh. Një nga arsyet e fallsitetit apo mashtrimit që njeriu mund të shkojë në Mars është që njeriu i sotëm të mos përballet me jetën që ka këtu. Që të mendojë që mund të shkojë në Hënë apo në Mars, ndërkohë që njeriu është brenda një matriksi, burgu matriksor. Dhe ka shumë punë që të kryejë me veten që të dalë nga ky matriks. Nëse nuk përballon dot të mashtrimet e lehta, imagjino sa gjëra mashtrimesh njeriu do të kalojë. Dhe do të jetë brenda në ciklin jetë vdekje, pra në ciklin e reinkarnacionit do të mashtrohet plot herë, saq që edhe toka nuk do ta pranojë, domethënë duhet patjetër të rrisë inteligjencë dhe të punojë me veten. Vajtja në Mars do i krijojë iluzionin sikur është i lirë. Është njeriu është i lirë, do shkojnë në Mars, do shkojnë në Hënë, gjithë këto planetet, ndërkohë që njeriu nuk është në gjendje të mirëmbajë trupin e vet këtu. Njeriu ka një shpirt brenda trupit dhe duhet kujdesesh për të në mënyrë që kujdesesh për trupin që ke, në mënyrë që shpirti të mos përjetojë gjithë këto mashtrime. Nuk është, pra njeriu nuk është në gjendje të mbjetojë këtu, ajo më të shkojë në Mars, nuk është në gjendje të lidhet me 5 elementet e natyrës këtu, nuk është në gjendje të gjejë ushqimet e dura, nuk është në gjendje të mbjellë tokën, nuk është në gjendje të lidhet me tokën dhe të sillet ke një sjellje të durë ndaj tokës, në mënyrë që toka të prodhojë ushqimet më të mira. Sepse deri tani nuk e meriton njeriu, pra duhet punoj, duhet gjej këto mënyra. Astrologjia vedike sqaron shumë sakt ku janë planetet. Ju e dini që unë merrem me astrologjinë vedike dhe për shkak tani që po flasim, Marsi ndodhet në shenjën e Gafores. Dhe është shumë gabim nëse njerëzit thonë jo po kemi qenë Mars, do ikim Mars NASA, domethënë po tallen me planetet, gjë që është karme keqe.